Dikur shkolla jonë funksiononte sipas trekëndshit, mësim, punë dhe edukim fizik e ushtarak. Ndërsa sot kuptohet që gjërat kanë ndryshuar, ky trekëndesh është bërë blok, pub e ndonjëherë edhe mësim. E duke qenë se bricat e sotëm janë kaq të rrezikuar nga kjo gjendje kritike, e kanë të nevojshme ndërhyrje në një psikologu apo të specialistëve të tjerë. Gjë që së fundmi në shkollat tona nuk mungon. Ne le të shohim tani se si do të përshtaten dy nxënëset tona me këtë situatë krejt të re. I ndjekim bashkë. Qa keti që e në siklet? Kam emocion o gocë, s'kam bërë asnjëherë intervistë e psikologja. Po si kur dali me të meta mendore? Ti fol për veten tënde, se unë po t'isha me të meta mendore dhe ma kishte thëni dashuri. Nuk prisja unë t'ma thoshte ti e kjo, psikopatja që është. Po si kur dalim të smura psiqike? Edhe da shtrojnë spital. Qa po thumë? Se erdi. Mirë dita. Dita. Si, puta flokësh. Si, ti e psikologja, po jo, Po jo, kotë të pyes, këto flokët i ketë profesionit, apo del dhe gjiro me këto? Se, sa nxefesh dhe ti, pyetje ishte, njësoj sikur do të pyes se këtë profesion e psikologe se zgjodhe vetë, apo ta dhanë me zorë, se? Si? A, ti bëm pyetjet, ne duhet vetëm të përgjigjemi. A, more vesh ti bëllon? Po, qëfar në shqetëson më shumë në shkollë, po, tani, qunat. Qunat sepse ata i ngacmojnë shumë gocat, nuk e di, janë bërë shumë këqin këto kote fundit. Jo, të tjerat, se mua s'më ngacmon asnjë qunë. Si, unë? Jo, unë jam rehat, unë jam e lidhur e me zënë, e kam zgjidhur problem. Cila është lënda ime e preferuar këtu në shkollë? Po, lënda ime e preferuar është 10 minutë që pushimit gjatë. Më pëlqen keq fare. Shumë. Po jo, unë e kam dhe problem shumë serios këtë. Ja, ta shpjegoj unë pse. Sepse të gjitha lëndët e tjera janë nga 45 minuta. Pushimi gjatë vetëm 10. Po pse, normale është kjo. Ja, ma thuaj ti. E drejtë është kjo që... A, ti bën pyetje. Ne përgjigjemi. Po, çfarë zyshe kam unë model. Zysh në letërsis. Po, sepse ajo është shumë e shëmtuar edhe ka marrë një alamet çune. Po sa i nashëm vjen. Kush është zysha ime si model? Po qa të them të ashtë këto zysha tona si janë gjëfare, as njëra sërë si modele, di qa të them. Në fakt, një farë kohë ka qenë ajo zysha e fiskulturës, deri sa lindi se pasaj fëra, nuk ishte më gjë. Si? Ekspozita me piktura, shof? Po, shof, unë shof shumë ekspozita me piktura. Kush është piktori imi preferuar? Në fakt, e di sa më ka pëlqyra i Leonardo DiCaprio te Titaniku, e di qa portreti ka bërë asaj rozës. Shumë e bukur ishte. Si? Leonardo da Vinci... Qa? Jo, pas, se kam idem. Tani, mua nuk është se më të reqim pikturat, në fakt, po, mua më pëlqejnë operat, për shembull. Po kam parë këtë operën e mjelmave në liqen, ku këndon të ky Kledi Kadiu. Jo, Musa Belliu. Jo, po këta Kleda njohën njëri tjetër. Ti? Unë opera pas prap, se njof. Ëndra, po, shikoj. Shikoj ëndra me celular përgjithsisht. Sikur më vinë mesazhe pa fund, dhe këta më thonë që të shkoj në një vend, pastaj unë shfaqem tek ai vendi, në një breg deti kështu, duket, po, edhe pastaj vinë ca kuaj, jo, vjen një kal, ai është i bardh, i bukur, dhe sa vjen dhe afrohet, taketuk. Si bën të kalemi, Bela? Taketuk, që ka. Vete gjeta po ta thanë këtë? Dhe ky sa vjen dhe afrohet, po ky është vetëm, jo, pra nuk kam dashur. Si? A shof unë ëndra? Jo, nuk shof ëndra se s'kam ko, vjen keq. Si? Si pse? Po në orën kur transmetojnë ëndrat, unë jam pap me dashurin, se kap do dyja. Pa qëllon që shof në njerë në një ëndër kështu të shkurtër në klasë, atë orës mësimit, po të lë Bela ti përfundosh ëndra deri në fund, kështu që nuk shof ëndra, kam ngelur pa ëndra. A jam unë tip sportiv? Tash i varet se nëse mund të quhet sport, ato lojrat që mund bëj me të dashurin, them se po, jam shumë tip sportiv. Besoj.
të lutem, a të ta bëj një pyetje? Se më ka ngel merak tani nga gjithë kjo biseda që u bë, unë si jam, si dukem? Ha? Tip flegmatik, melankolik, me prirje introverse? A është shërushme kjo? Po unë si isha, ma thoj dhe mua. Kolerike, impulsive, obsesive. Kolerike? Ej, seriozisht e keti me ato flok simular që po më thua mua koler? Po ty kolera të zënd. Po s'ke fajti, jo se mua më këshin thënë që ju psikologët nuk jeni interesi nga trut e kokës. Po ti që në ke rënd fare. Pa. Që ta ty, që ta? Perverse. Hajt mi bela ikim se kjo që nga për të shtruar në spital. Fare.